Emisionit Shqipëria Jon. Do të jemi sot në këtë emision për të diskutuar rreth situatës politike në Shqipëri. Ashtu siç po shikojmë, Shqipëria është në një pikjat, në një rrugë pa krye, ku drejtimi i këtij vendit duket sikur është në kolaps, pasi nuk diskutohet vetëm korrupsioni i brendshëm i shumë funksionarëve të qeverisë shqiptare, por diskutohet edhe plani i jashtëm, diskutohet edhe mënyra se si Shqipëria po përballet në këtë kohë krizash me shtetet e tjera, me vendet e tjera dhe me situatën gjeopolitike, jo vetëm në rajon, por në gjithë botën. Për të diskutuar në këtë emision për këtë temë, kemi ftuar sot në studio zotin Andi Tepelena, aktivist i shoqërisë civile, si dhe zotin Dritan Goxhaj, që është një analist i njohur tashmë në fushën politike, por jo vetëm. Po i drejtohemi fillimisht Dritanit, me qenë se e kemi edhe të ftuar më të hershëm, më të shpesh në studion ton. Në lidhje me temën që kemi zgjedhur sot, Dritan, shikojmë që politika shqiptare duket sikur është në një udhë pa krye, duket sikur nuk kemi ndonjë lloj rezultati, kur në një kohë situata politike është që ndërkohë që Shtetet e Bashkuara me Evropën duket sikur janë në konflikt, por nuk e dim në të vërtetë a janë në këtë konflikt apo ka ndonjë parapasken tjetër. Dhe në njërin anë Rama, që është kryeministri jon që na përfaqëson gjithë si shqiptar, duket sikur kërkon me të gjithë të jetë mirë, me të gjithë të jetë në rregull për arsyet që dihen tashmë. Por në ana tjetër nuk ka një vendosmëri se çfarë do bëj me politikën largpamse, si do ta çojë Shqipërinë dhe çfarë do të bëhet me drejtat tona kombëtare. A do të, në një moment kur ne presim të kemi një bashkim me Kosovën, me Shqipërinë dhe me trojet tjera të ngelura jashtë, jo vetëm që nuk po fokusohemi te kërkesat për këto bashkime dhe apo të drejta që kemi si shqiptar, por përkundrazi duket sikur Shqipëria po vetëm një rrugë pa krye drejt një humnere që nuk po i shifet drita në fund tunelit. Unë falenderoj për ftesën. Dhe kur ju thoni që kjo politika rrugë pa krye, pra duket sikur ka hyrë një rrugë pa krye, jo, nuk ka hyrë një rrugë pa krye. I ka hyrë një rrugë qartësisht antishqiptare. Dhe kjo nuk është pa krye. Pra këta e kanë qëllimin e tyre dhe gjithë vërmëtaria e tyre është antishqiptare. Krimi më i madh që bëhet i vendi është korrupsioni. Është më i madh sa droga, është më i madh sa vrasja, është më i madh se diçka tjetër. Totalisht, sepse korrupsioni të heq sovranitetin, korrupsioni të heq pavarësinë. Dhe në këtë moment bëhesh i varur nga dikush tjetër duke mos pasur sovranitet, atëherë çfarë? Këtë sovranitet e zëvendëson me parat që t'i jep dikush tjetër, zëvendëson me biznesin që vjen nga jashtë duke bllokuar biznesin vendas, sepse ai që kontrollon biznesin, ai kontrollon edhe vendimarrjen politike. Sepse qëllimi i kësaj ishte Shqipëria është te çështja e sovranitetit. Sovraniteti ka një problem të madh. Në vitet 90, para viteve 90 sovraniteti kishte koncept tjetër. Pas viteve 90 sovraniteti mori koncept tjetër. Para viteve 90 sovraniteti ishte fizik. Sovraniteti është fizike. Pse ishte fizik? Sepse ti sovranitetin e kishe në bazë, pra kishe sigurinë ushqimore, sigurinë arsimore, sigurinë ushtarake, sigurinë shëndetësore dhe sigurinë energjetike. Këto përbënin sovranitetin, duke mos i pasur gjitha, duke u prishur të gjitha këto, me qëllim të caktuar që të prishën në mënyrë që ti të varesh te fqinjit e tu. Pasi këta fqinjit që kemi, ne kemi dy fqinj që na i ka dhënë Zoti dhe nuk kemi çfarë bëjmë, nuk kemi ku çojmë, por i kemi dy fqinj të ligj, Serbinë dhe Greqinë. Dhe të dyja këto, prodhimet e tyre nuk kanë ku i shesin asnjë vend tjetër të botës. Pra në asnjë vend të Evropës nuk shiten prodhimet greke dhe serbe. Dhe interesi i tyre është i shesin te shqiptarët. Ju folët për bashkimin. Duke mbajtur Shqipërinë, pra nëpërmjet këtij duke ta hequr sovranitetin dhe pa sovraniteti humbet edhe pavarësinë. Pavarësinë e mendimit, pavarësinë politike, pavarësinë e lëvizjes dhe çdo lloj pavarësie tjetër që lidhet me akëtë. Dhe politika është e zgjedhur nga ata, pra njerëzit që zgjidhen janë njerëz të cilët avancojnë politika antishqiptare të këtyre dy shteteve që kemi fqinj, me qëllimin e caktuar që ti mos bashkohesh, sepse është në fund të fundit themi që jetojmë në ekonominë e tregut. Dhe ekonomia e tregut është një matematikë e thjeshtë e klasës 3 fillore. Pra për sa kohë këta shqiptarët jetojnë në 6 shtete të ndara mësveç, në rast se do të shesim këtyre shqiptarëve një xhaket, e cila prodhohet në Greqi, kjo xhaket këtyre shqiptarëve do të shitet, atyre që jetojnë në Shqipëri shitet me 2 milion, me 2 euro copa, ta zëm. Atyre në Kosovë shitet me 3 euro copa, atyre në Maqedoni me 4 euro copa, atyre në Maltëzi me 5 euro copa, atyre shqiptarëve në Serbi me 6 euro copa. Dhe do ju shesin 6 milion
Këmisha në këto milion, në gjitha këto do fitojnë, pra në gjithë të sistem për gjitha shqiptarët do fitojnë 30 milion euro. Kurse në rast se gjithë shqiptarët do jenë të bashkuar. Këta 6 milion shqiptarë do shedhësh me 2 euro këmishën për gjithë. Pra fitimi në këtë aspekt është zero. Për këtë arsye, po mundohen me gjitha mënyrat dhe format që shqiptarët t'i mbajnë të coptuar, jo vetëm shqiptarët në trojët etnike shqiptare, por të coptuar edhe brenda në mënyrë që sa më shumë ti coptosh brenda, sa më shumë mos bëhemi bashkë. Unë nuk vi me ty se nuk më pëlqen, ti nuk vjen me mua se nuk më pëlqen, nuk shoj me atë tjetrin se nuk më pëlqen. E gjitha kjo është qëllimi që shqiptarët të gjejnë një pakënaqësi te njëri tjetri, qoftë ajo pakënaqësi e vogël politike, qoftë ajo pakënaqësi e vogël kulturore, qoftë ajo pakënaqësi e vogël krahinore, sepse është futur edhe kjo krahinore tashmë. Pra duke etiketuar njëri tjetrin me çdo lloj formash të ndryshme, të cilat janë etiketime që vijnë të qëllimshme për të shkaktuar një mosbashkim të politikës shqiptare në mënyrë që kësaj politikës shqiptare t'i japim një drejtim tjetër, pra t'i japim drejtimin e kahjes së dur, sepse ka marrë rrugën e dreqit. Po. Ndërkohë që ju thatë që fqinjët tanë si Greqia dhe Serbia na e ka dhënë Zoti sepse janë fqinjët tanë, por unë nuk mendoj kështu, sepse ne si shqiptar kemi qenë në këto troje para se Zoti të ekzistonte, nuk bëj gabim që e them të gjë, dhe pika tjetër është që Serbia dhe Greqia para 200 vjetësh nuk kanë qenë troje greke dhe serbe, po kanë qenë troje tona të cilat fuqitë e tjera na i kanë darë. Të mos ngatarrojmë gjëra, unë të kuptoj. Pra, ne mbesim te kjo politika jonë. Çfarë ka ndodhur përpara 200 viteve është komplet diçka tjetër. Por ama sot, pra kjo është sot, kjo është një rrugë, ju thoni pa krye, unë them rrugë me krye e qëllimshme për në Gremin. Këtu është pyetja tash. Ndoshta është një qëllim duke përdorur Greqinë dhe Serbin nga entitetet të tjera edhe më lartë se sa Greqia dhe Serbia që i kanë darë më përpara, sepse gjitha të hyrje ndaje bëra që dilja këtu, dhe i përdorin këto vende pikërisht për që të shqiptarët të mos kenë mundësi të bashkohen, të ngrihen dhe të bëjnë prap atë që kanë bërë të parët tanë për mijëra vjet që kanë civilizuar të kontinent në paqe dhe në barazi. Mos ndoshta është një plan që shqiptarët të jenë të lidhur duke na vënë në krye njerëz të cilët me kaq shumë dosje që kanë janë detyruar të zbatojnë planet o kurzeza kundër shqiptarëve dhe që po e çojnë vendin drejt një falimentimi? Vendi ka falimentuar prej vitit 1190, pothuajse në vitin 1189 vendi ishte i falimentuar. Pra nuk është se dhe prej asaj 89-s vendi nuk ka ngritur më kokën. Pra vazhdojmë në faliment për sa kohë edhe mielin edhe bukën që me marrim nga jashtë ti je i falimentuar. Kur nuk ke siguri ushqimore, automatikisht je i falimentuar. Pra unë nuk mendoj që ka forca të tjera, si thoni ju, ekzistojnë këto teoritë konspirative që forca të tjera, deep state e këto gjëra, por këto deep state-et nuk janë për çështje më madhore, janë për shtete më të fuqishme ku të ardhurat dhe të mirat materiale janë më madhore për ta dhe të ardhurat janë shumë të mëdha. Sado që të jetë ky deep state te neve, ato çfarë mund të dalin nga burimet natyrore që ka Shqipëria dhe trojet shqiptare, nuk janë në interesin e deep state. Pra ne nuk jemi as gjiri persik, nuk jemi as Azia që ka ato resurse. Me këto resurse unë nuk besoj që kemi deep state, është thjesht çështje e fqinjve tanë të cilët po përfitojnë për veten e tyre. Dhe politika shqiptare e cila është vënë gjitha në shërbim, pra kemi një politikë kuislinge, majtas, djathtas, qendrës, gjithë ata. Totalisht parlamenti shqiptar është një parlament kuisling. E kuptoj. Mirë, kemi Andin. Zoti Andi, ju jeni një aktivist i shoqërisë civile dhe na intereson opinioni tuaj, si e shikoni ju në këndvështrimin tuaj gjithë këtë lloj historie, nëse mund ta quajmë kështu, që ndodh me trojet tona dhe me politikën shqiptare kryesisht. Që janë shumë element të mpleksu në këtë situatë ku ndodhemi ne. Unë mendoj se ka një luftë konstante sistematike është bërë ndaj identitetit. Në lufta ndaj identitetit shqiptar. Domethënë kjo për të krijuar një alergji të qenërit shqiptar, për të pasur tur për të mbajtur flamurin shqiptar në balkonet tona. E kemi parë këtë luftë ndaj trashëgimisë tonë kulturore, e cila për fat të keq, domethënë ka një çmontim, le themi, dhe po aty ku janë ADN-ja jonë shqiptarët, identiteti jonë kulturor, aty nuk kam mirëmbajtje të tyre siteve, mjaft shkojmë në Gjirokastër, e cila këtë situatë nuk është ndodhur kur, domethënë, apo në Berat dhe vende tjera, të cilët kanë vokacion kulturor, kombëtar, por mirëmbajtja e tyre është skandaloze. Pra janë çmontuar të gjitha këto
që themi ishin drejtorit, institucione përgjese për mirëmbajtjen e trashëgimisë kulturore, pra që kanë bën direkt me identitetin tonë dhe duke e zëvendësuar me mënyra forma tjera, koncesionare tjera që shpesh janë dhe të huaja që s'janë as lidhje me kulturën tonë, për ta kthyer në një vend sikur jemi një vend globalist që i multietnik, domethënë kjo formullë që po ndodhet në Kosovë dhe unë e shoh shumë problematike. Natyrisht që është mbajtur gjithmonë shkëputur diaspora jonë shqiptare, nuk është parë thjesht për të nisur remitancat financiare për ndihmuar nga ana ekonomike, por nuk ka pasur asnjëherë një plan kombëtar, projekt kombëtar për të thithur të gjithë trurin, gjithë kapacitetet e diasporës kombëtare në mënyrë që të realizojë ky kohezion kombëtar. Nga ana tjetër kemi një rënim të arsimit, që është gjendja e arsimit publik në Shqipëri është në mënyrë skandaloze dhe një nga arsyet që shqiptarët emigrojnë është sepse i nisin fëmijët e tyre jashtë për të studiuar jashtë, domethënë dhe kush mbetet tu pastaj niveli profesional, niveli arsimor është ky që është sot. Pra kemi një luftë në të gjitha frontet që kanë bënë me identitetin ton kombëtar. Natyrisht që këtu janë edhe problemet ekonomike që shqiptarët i detyrojnë të hiqin, sepse ushimet e shportës, ushimet bazë të një ekonomie familjare thjesht është trensuar aq shumë, sepse sot është 1/3 raporti midis importit dhe eksportit. Pra ne importojmë 3 dhe importojmë 1. Në këtë aspekt ne kemi një ekonomi familjare të dështuar. Janë një sër faktorësh, por mbi të gjitha janë institucionet tona, të cilat janë jo vetëm që nuk i përgjigjen dhe trendit të kohës, janë pa profesionistët që dikur ishin banë në shtyllat e institucioneve tona, por janë kryesisht janë partjak drejtuesit e institucioneve tona, pra marrin urdhat nga partia fituese nga pushteti dhe nuk kanë stabilitet institucionet tona. Po ne si shqiptar, ku e gjejmë veten, si shoqëri civile, me qenë se mund të pyes në emër të shoqërisë civile, në krahasim me popujt e tjerë, sepse kjo gjë që ndodh në Shqipëri nuk besoj se ndodh fiks kështu edhe në shtetet e tjera. Por ne shqiptarët, përse nuk mund të organizohemi, të kemi ato kërkesat tona, ato grupet tona shoqërore, të cilat për te politikës të kërkojnë atë që duhet për jetën, për ditëshmërinë, sepse në fundit politika është aty ku është për të zbatuar një barazim mes njerëzve dhe për të ngritur më lart, jo për të shkatëruar. Atëherë, ku gjendet shoqëria jonë civile? Në këtë situatë është gryer shumë fuqia shoqërisë civile, sidomos me ardhen në pushtet të Ramës, i cili në një farë mënyrë edhe ai vinte nga shoqëria civile, por korruptoi shumë pjesë faktor të shoqërisë civile, duke i joshur me projekte, me para, dhe një pjesë e tyre pothuajse u absorbua nga pushteti. Kjo ka qenë një politikë që është ndjekur ndër vite edhe nga shoqëria civile e Sorosit, se le të themi bëjmë një ndarje, ka shoqëri civile majtiste sorosiane, ka edhe një shoqëri civile ose aktivist do t'i thoya që janë shumë të lidhur me kombin, me Adeo, me çështjet që kanë bërë pikërisht me problemet që kalon në vendi. Pra, duhet ta përgjigjsojmë shumë shoqëria civile sepse është dhe ajo vetë e fragmentarizuar. Por natyrisht që ndodhen në një presion të madh, në gjithë protestet që kanë ndodhur ndër vite dhe nuk kanë qenë të pakta, nuk kemi pasur as vëmendje mediatike, sepse media në mosur 95% media tona janë tashmë të kapura nga pushteti dhe nuk kanë qenë dritë në reflektorin e mediave, kështu që plus që mburën dhe grupet e interesit janë të papërfaqësuara. Mungesa e sindikatave që mund të mobilizonte punonjësit e sektorëve të ndryshëm, që mund të jetë mineraleve, të sektorit bujësor e tjera, kjo është një mënyrë sistematike. Minimi i sektorit të sindikatave ndikon shumë, dhe pas sindikata... Dhe kjo është do qeverie, majtas djathas që ka parë rrezik për pushtetin sindikata, siç ka parë dhe artistët, vetë betejë për mbrojtjen e teatrit kombëtar nuk ishte thjesht betejë për mbrojtjen e mureve të teatrit kombëtar, por ishte betejë për të mbrojtur gjithë që ka të bëjë me trashëgimin ton kulturor, artistike, për mbrojtur sektorin e artistëve e tjerë. Kështu që është minuar në mënyrë sistematike, plus dhe mos harrojmë se ka qenë një regjim represiv shumë ndaj shoqërisë civile. Akoma sot e kësaj dite ka aktivistë të mbaj mend tani mbas e ditë protestave të parkut të Liçenit që kanë ndodhur 10 vite më parë dhe sot e kësaj dite akoma janë
i lodhin në për prokurori, në për gjykata e tjera, dhe një pjesë e tyre janë lodhur dhe kanë emigruar, kanë gjetur mënyrë të thjeshtë për të. Kemi në kurisë edhe ne vajtëm vite që çdo na 2 gjyqe në vit kot për lëvizje studentore, po e dim u përça sepse u futën në hienat e partive për ta përça, sepse pa një rrezik. Po përdoren pra forma nga më të ndryshmet për të shkërmoqur çdo lloj lëvizje, çdo lloj nxitje, çdo lloj gjë që mendon kundër tyre. Forma si format e sigurimit të shtetit një farë. Edhe me rrezikshme akoma. Se ata atëherë thoshin mos forse është kështu, dhe të paktën bënin diçka për kombin, kurse këta jo vetëm që s'bëjnë për kombin, jo vetëm që thonë demokracisë thuaj çfarë duash, por në anën tjetër të luftojnë me mekanizmat e tyre. Duke ndarë shoqërinë në parcelat partjake, domethënë, dhe duke humbur kohezionin. Dritan, po kthehemi edhe një herë tek ty, si e shikoni gjendjen momentale para se shikojmë te pyetja tjetër për të ardhmen e vendit tonë dhe të politikës shqiptare, si e shikoni gjendjen momentale, cilat janë lëvizjet e radhës që ju parashikoni në politikën shqiptare? Në politikën shqiptare këta që janë aktualisht nuk është se kanë një lëvizje e cila do të sillen në ndryshim në aspekt të interesit kombëtar, në aspekt të bërjes së shtetit, në aspekt të identitetit kombëtar që tha edhe Andi. Pra, kjo politikë që është e gjitha e angazhuar për ta zhbërë shtetin shqiptar, pra për ta zhbërë në qeliz shtetin shqiptar, është e angazhuar për të zhbërë identitetin kombëtar dhe është e angazhuar për të bërë shpopullimin e Shqipërisë. Dhe ky shpopullim e shef sa herë vjen në jug të Shqipërisë, ku në rast se do rish një javë pa ardhur, do shohësh që lëvizja është me pakët. Në rast se do vish një muaj të që akoma edhe me pak lëvizje. Dhe sa herë ka zgjedhje lokale, për shembull kjo çdo kush mund të thotë sot që jo s'është e vërtetë. Atëherë e marrim në 10 vitet e fundit, në 12 vitet e fundit që ka ardhur Kuislingu Edvin Rama në pushtet, në Gjirokastër para 12 viteve, sa ishte numri i këshilltarëve bashkiak? Dhe sa është numri i këshilltarëve bashkiak sot, sepse lëvizjen demografike të popullsisë shefte numri i këshilltarëve. Pra aty duket. Dhe është përgjysmuar numri i këshilltarëve bashkiak në Gjirokastër. Pra këtu e shef që ka pasur lëvizje të detyruar demografike. Pse? Dhe lëvizja të detyruar demografike vjen në moment që ti i heq shërbimet qytetarit. Gjirokastra ka qenë qendra e jugut. Gjirokastra ka prej 3 vitesh, 4 vite që të gjitha drejtoritë rajonale, pra ka qenë qendër rajonale, janë zhvendosur nga Gjirokastra dhe janë hequr me qëllim të caktuar, janë zhvendosur në Vlorë, në Fier, në Lushnjë. Pra Gjirokastra nuk është më qendra e rajonit i jugut. Për qëllim elektoral. Është bërë jo vetëm për qëllim elektoral. Ajo është kamufluar si qëllim elektoral. Por baza ka qenë për lëvizje demografike, sepse një qytetar i cili duhet marrë një dokument, një diçka, pavarësisht se dokumentet në këta e kanë bërë vetëm disa dokumenta, ti mund t'i marrësh online. Pjesë tjetër dokumentave të duhet patjetër ti jesh prezant, se duhen vulosur, duhen firmosur fëmijë, duhen çuar në shkollë dhe gjithë ato. Ti je detyruar të lëvizësh, të emigrosh. Dhe do shkosh aty ku janë qendrat rajonale, sepse qendrat rajonale kanë edhe punë, pra kur Gjirokastra ishte qendra rajonale, kishin gjitha shëndetësia pyetja, pra këto garantonin vende pune për popullatën lokale. Në moment që ti i mbyll si qendra rajonale, atëherë to kthehen si është qendra lokale dhe në rast se ti i ke pasur ta zëm për shembull shëndetësia i ka pasur të marrim Tepelenën. Tepelena për shkak të kësaj lëvizje demografike po mbyll spitalin. Pra të mbyllësh shërbimin shëndetësor në një qytet që vazhdon të quhet qytet, pra nuk quhet fshat. Pra të mbyllësh në një qytet, atëherë ti po i thua gjithë njerëzve ikni largoni prej këtu, sepse s'keni pse rrini, se unë nuk ju shërbej më. Pra këta njerëz paguhen me taksat tona dhe qëllimi i tyre pra han bukën, është si puna e saj që han bukën e turkut e bëjnë duvan e kaurit, edhe kjo puna, këta han bukën tonë e bëjnë duvan e grekut. Po, pra, është çuditshme. Megjithatë, ju thatë që Rama sillet si një Quisling, po njerëzit duhet ta dinë, sepse shumë njerëz disa edhe nuk e dinë se kush është Vajt Kun Quisling, një qeveritar norvegjez në luftën e dytë botërore që ja dha gjithë lëvizjen e tij qeveritare nazizmit, i cili bënte ato që donte përmes qeverisë së tij. Dhe po kështu ju e krahasuat shumë bukur dhe thatë që këtu përmes Ramës çdo kush që kërkon të bëj atë që do e bën në asnjë mënyrë. Por si do të parashikohet e ardhmja e politikës shqiptare? Çfarë do ndodhi me trojën shqiptare nëse vazhdon kjo rrymë gryese? Duhet kemi një gjë parasysh. Shqiptarët duhet të kuptojnë një gjë. 2 gjëra janë kryesore që duhet të kuptojnë. E para, qeverisjen dhe politikën shqiptare majtas djathas, pavarësisht se quhen. Këtu nuk kemi politikë të majtë të djathtë. Këto politikë që është, ky parlament që është pjellë e partisë punës.
Pra është Po kjo nuk pjellë e Partisë Punës të ndarë në 2, 3, 4 dhe të gjithë kanë ardhur nga Partia e Por Punës. më keq duket sigurisht një miksim midis është një- mbetjeve të asaj partie dhe Jo, nuk është miksim, është e gjenezave të qëllimshme, reja nuk ka. që- Këto gjenezat e reja edhe këto janë pothuajse me të njëjtën mentalitet. Po, Nuk kanë asnjë ndryshim. duket. Pra, duhet të krijohet ideja te populli shqiptar këtu në Shqipëri që kjo klasë politike është pushtuese. Pra nuk na përket, është pushtuese. Pra, ne jemi është të çibani pushtuar huaj, si jemi të shqiptar. pushtuar si Jemi të shqiptar. pushtuar. Dhe në moment që je i pushtuar, atëherë ti nuk do të bësh bashkëpunëtor me këtë. Ai jo vetëm bëjmë bashkëpunëtor, Absolutisht. Dhe përdor gjykatat, polici, prokurorinë, bashkëpunimi fillon që në momentin pra, bashkëpunimi ka shqiptar. disa forma. Ne mendojmë se bashkëpunimi pra ka njerëz që punojnë në administratën shqiptare dhe thonë që unë nuk marr pjesë në vjedhje. Jo, ti nuk merr pjesë në vjedhje, mund mos si marrësh pjesë pjesë në e vjedhje. administratës Por je ama bashkëpunëtor duke me- qenë që ti shef vjedhjen dhe këtë vjedhje nuk e raporton, nuk e publikon, nuk e ngre zërin, atëherë ti je bashkëpunëtor në këtë moment. Sepse bashkëpunimi është edhe ky, pra bashkëpunimi është heshtja. E që e keqja të mbizotrojë, të fitojë duhet që njerëz të mirë të mos flasin asgjë, të mos bëjnë asgjë. Po pra. Pra kjo është baza. Në rast se nuk e shohim në këtë mënyrë, pra duhet ta shohim si pushtim. Dhe e dyta, kur e shef si pushtim, është e dyta cila vjen si rrjedhoj, atëherë të mbrojmë pragun e shtëpisë. Pse? Pragu i shtëpisë është baza e çdo gjëje. Po si Pse mundemi pragun e ta shtëpisë? mbrojmë Sepse ne? këta na rrezikojnë fëmijët, këta po na rrezikojnë familjen, këta po na rrezikojnë gjithçka. Dhe atëherë ti je detyruar ta mbrosh pragun e shtëpisë. Individualisht nuk e mbron dot më. Edhe individualisht, sepse në rast se njëri e bën një veprim individual, në rast se mua son vit ma prishin shtëpinë, Po. të ma marrin pronën, atëherë ti e mbron këtë pronë me forcë, sepse pushteti i gjithë dhe policia dhe gjitha organet e policisë dhe drejtësisë janë pjesë e këtij pushtimi, pjesë e këtij sistemi quisling. Dhe në këtë moment ti duhet ta mbrosh ata me forcë. Normalisht që lulja nuk vjen behari me një lule, por një lule sot, një lule nesër, një lule nesër, pra duke bërë absolutisht shembull rezistencës. Edhe mund të rrezikosh, por bësh duhet të sakrifikojnë shqiptarët për familjen e tyre. Pra baza nuk po sakrifikojnë, pra të mos themi që hajde sakrifikojmë dhe hajde rrëzojmë Ramën, nuk e rrëzojmë dot Ramën me votë. Është e vështirë ta rrëzosh Ramën me votë sepse këta janë të gjithë bashkë, sepse këta po bashkëpunojnë bashkë, mbajnë njëri tjetrin që t'ja kalojnë njëri tjetrit. Bizneset i kanë bërë gjitha bashkë, po ti shohësh. Majtas, djathtas, sa deputet në parlament janë gjithë në biznese me njëri tjetrin. Kanë gjitha firmë të përbashkëta me një firma të përbashkëta me njëri tjetrin. Kanë bërë koncesione njëri tjetrit, sa të duash, merr të gjitha koncesionet në energjetik. I ketë të përzier në gjitha këto firma. Merri koncesionet në bujqësi, i ketë të përzier në të gjitha këto, të gjitha palët janë bashkë. Dhe po ti shohësh, merri koncesionet e rrugëve në transport, i ketë gjitha bashkë dhe i ke parë kanë ndarë edhe oligarkët. Një pjesë sulmon njërin oligark, një pjesë sulmon oligarkin tjetër. Nuk qëllon asnjëherë që të përmendin të dyja palët të njëjtin oligark, sepse i kanë ndarë gjërat. Pra, kjo është problemi. Dhe në rast se shqiptarët nuk reagojnë të mbrojnë familjen e tyre, të ardhmen e fëmijëve tyre, ore tek, do shkosh në burg. Po, do shkosh në burg, po ke mbajtur familje, ke ngritur një kaos, e bën tjetri dhe kjo pastaj kur e bën 1, 2, 3 veta, atëherë pasi bën 3, 4, 5, kjo bëhet lëvizje. Dhe kur bëhet lëvizje, lëvizja fillon edhe politikisht, edhe me të gjitha format e tjera dhe ti e hedh poshtë sistemin. Pra ky është një sistem. Se ne themi sistem, por në realitet nuk është një sistem. Është një grup hajdutësh, banditësh, të cilët kanë ardhur dhe kanë marrë me dhunë vullnetin e popullit. Pse duhet ta marrim në dorë? Sepse kushtetuta na jep të drejtën ta marrim në dorë. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë thotë që pushteti takon sovranit. Dhe sovrani ushtron pushtetin nëpërmjet delegimit. Atëherë shqiptarët kanë drejtë revoltore. Absolutisht kanë të drejtë dhe unë dua ta heq delegimin, pra nuk dua ta delegoj më, e dua pushtetin e drejtë për drejtë. Pra pushteti që takon sovranit dhe sovrani duhet ta zgjedhë drejt për drejt më dhe jo më nëpërmjet delegimit. Pra nuk ta delegoj. Po fiks. Dhe pushteti derisa ma thot kushtoj që pushteti takon sovranit, atëherë këtë pushtet i cili është rrëmbyer, është marrë peng nga këta që e kemi deleguar, e kanë marrë peng ata, atëherë duhet ju arimarim sepse e kemi me të drejtë kushtetuese. Mirë, në çdo vend, falë dhe pak dritan, se është shumë thelbësore ta shteroj deri në fund këtë pikpyetje që kam. Në çdo vend, politika ka një pozitë, ka dhe një opozitë. Por ndoshta në Shqipëri opozita që kemi luan rolin e saj në bashkëpunim me opozitën duke shfryrë protestën e popullit, sepse ato protesta që organizojnë opozita duket sikur janë artificiale, duket sikur nuk dalin nga shpirti i njerëzve për të bërë një revolt që i duhet vërtet këtij vendi për të shpëtuar nga ky pushtim i brendshëm. Shiko, kjo që shihni ju përmend opozit. Realiteti është që të neve është si puna saj që ti vën në skenë një skenar. Dhe në këtë skenar është skenaristi dhe zëvendës skenaristi. Dhe ndryshojnë në këtë teatrin e sotëm, unë jam skenaristi, ju jeni zëvendës skenaristi. Në teatrin e nesër,
Ndryshojmë rolet. Pra, janë bashkëpunim. Pra është skenar, ky nuk është mund ta quajmë opozit, është skenar. Dhe kanë ndarë rolet. Pra janë protesta të thirrura dhe jo protesta të skenar dhe kanë ndarë. ngritura Ka edhe njerëz që në këto protesta dalin me zemër, me shpirt, sepse mendojnë se ashtu. Por problemi është që këta që i organizojnë këto janë skenaristët. Po, e çojnë deri në pikë ku duan edhe në rregull. Mirë, Andi. Po, i bie dakord në këtë aspekt që është një teatr politik midis dy partive kryesore për fat keq. Domethënë, dhe unë si qytetar dal në protesta që thret PD-ja, pa qenë as antar as simpatizant të Partisë Demokratike, po sepse shoh që na ka zënë një hall i madh me këtë kuislingu që kemi në krye. Por nga ana tjetër ku shoh unë dhe shumë të tjerë shqiptarë që janë as lidhur me parti që nuk ka një garë, një meritokraci brenda partisë kryesore opozitare, atëherë njerëzit frenohen, sepse këtu nuk i hapet rruga të rinjve, të cilët do ishin me një mentalitet shumë të hapur. Akoma kemi në krye të opozitës, kemi Sali Berishën që i vjen bë 36 vjet në pushtet. Dhe njerëzit do do thonë, nuk mund të hecet përpara me të njëjtat figura që janë pjella të fund fare të Partisë Punës të krijesës të Ramiz Alis. Kjo është e qartë. Pra do donin të kishte një garë brenda partisë. Unë jam i sigurt nëse do ndodhte kjo gjë, atëherë do kishim një çlirim energjive pozitive të gjithë frontit opozitar. Pra të gjithë dhe unë, gjithë tani, kushdo të tjerë në momentin që kjo partia hapet ndaj ideve, ndaj garës, ndaj meritokracisë, besoj se gjithë shqiptarët do e përqafonin për të krijuar një front të madh opozitar. Një ndërhyrje kam të vogël. Unë mendoj që nuk duhet varet e një parti, duhet varet e ligji për partitë. Pra një ndryshim total ligjit për partitë që çdo kush, pra, këtu e kemi bërë ligje për parti, nuk mund të krijosh parti, nuk marrësh pjesë zgjedhje pa 5000 firma, 7000 firma. Kjo është e pamundme. Se do bëni një ligj ata që s'u interesonte. Pikërisht duhet ndryshuar ligji që kush do ta ndryshojë? Me 500 firma ndërto partinë dhe fillon dhe merr. Në fakt që jemi konkret ka një nisëm të shoqërisë civile që mos jemi pesimist të gjithë kohës. Që jemi mbledhur në 5 takime edhe kemi bërë konsultime, domethënë për propozuar një paketë për reformën zgjedhore, ku ndër të tjera parashikohet pikërisht lehtësimi i firmave për kandidatët e pavarur, depolitizimi ose departizimi i komisioneve zgjedhore, atë që kanë bëjnë me listat e hapura, listat e mbyllura ose heqja domethënë si thosh krimi vetëm 4 çaqeve zgjedhore në Shqipëri për të lehtësuar gjithë procesin, sepse këtu fillon edhe problemi, domethënë nuk kemi zgjedhje normale këtë vend. Është gjë më paradoks që akoma kryetar të komisioneve zgjedhore kemi Gjiknurin edhe Olajt Bylykbashin, pra ne 4 zgjedhje, nuk kemi pasur zgjedhje normale, e megjithatë ata prap kanë nuk e di kurajën morale të vazhdojnë që të drejtojnë komisionin zgjedhore. Jo, nuk është kurajë morale, është paturpsi, se nuk është kurajë morale. Kurajë morale ka njëri i ndërgjeshëm, po është paturpsi totale. Një marionet do bëj punë marionetës. Ndërkohë edhe ndërkombëtarët e kanë ruajtur status quo, duhet thënë troç qartë. Me të krye OSBE, ambasadët të cilat për hir të stabilokracisë këtu, pra mos për hir të gjeopolitikës që është shumë komplekse, dinamike në këtë periudhë, kanë thënë më mirë këtë e keni zgjedhur vetë thonë këtë, kështu që le të trim tash pa shumë trazira gjëra se nuk është momenti i dur. Kështu që ndërkombëtarët nuk e ka pasur domethënë të interes si thua për demokracinë në këtë vend. Pra, thjesht kanë qenë. Shiko, po çfarë pengon shoqërinë civile ose shqiptarët të bashkohen rreth njëri tjetrit? Për shembull, sot është data 10 prill dhe ne përkujtuam si shqiptar në Peshkëpi 32 vjetorin e vrasjes në mënyrë të pabesë të një ushtari dhe një oficeri, të cilët ishin aty në një kapanon ku kohë paqe nuk ishte ndonjë lloj sulmi, sistemi kishte ndryshuar çdo gjë dhe si një rufe në qiell të hapur vjen kjo ngjarje e cila jo vetëm që nuk u përkujtua nga instanca shtetërore, por edhe njerëzit, edhe shpenguar, por edhe njerëzit të cilët nuk kishin arsye pse të ndikoheshin nga vendimet apo presionet e jashtme, nuk kishin pse të mos vinin të bënin një përkujtim të paktën. Si e shikoni ju këtë? Por sa ajo që lufta që është bërë gjithmonë me identitetin shqiptar, pra njerëzit nuk duket sikur nuk kanë më interes për simbolet tona kombëtare, domethënë edhe rastet ku ne ishim aty sot dhe pam dhe kapanonin që ishte pothuajse në gjendje të degraduar, nuk kishte fare asnjë interes. Suvatë rëna padritare, kështu. Po kjo punohet në mënyrë
punuar në mënyrë sistematike që në bankët e shkollës, që në edukimin, domethënë me nxënësit në shkollë, nuk është punuar për edukimin kombëtar, për gjithë frymë kombëtare. Në këtë rast mund duket pak si agresive, po unë gjithmonë i më shoh ide si vetmi element që mund t'i bashkojë shqiptarët është forcimi, intensifikimi i retorikës adetare, domethënë. Po kush ta bëj këtë? Ato patriotë që ka ngelur, është një 5% që do të bëjnë ndryshimin. Dhe unë besoj se njerëzit do ta ndjekin, por njerëzit duan patjetër të shohin një leadership në këtë histori që ne akoma nuk po shohim në horizont një leadership që do të dali. Është nevojë urgjente, domethënë. Është shumë urgjente, sa shikojmë. Mirë, Dritan, një përmbledhje të fundit për sot, nuk e di nëse do shtoje diçka në lidhje me gjithë konkluzionet e temës së sotme, në lidhje me situatën kaotike të politikës shqiptare. Çfarë mund të thoshin në mënyrë të mbledhur? Do thosha që e gjithë ajo që tham për fillimit përmbledhet në fund te kjo që përmendi edhe Andi, te çështja e adetarisë. Pra, adheu, konturet e adheu, dashuria. Adheu ka humbur, adheu është kthyer thjesht në një manifestim, jo vetëm abstrakt, por në një manifestim sportiv. Pra neve kujtohemi për adheun vetëm kur kanë ndeshje futbolli. Dhe aty sikur ata tifozë të mblidheshin për çështjet kombëtare. Aty kujtohemi që jemi shqiptar, aty kujtohemi që sa krenar është me qenë shqiptar. Por krenaria nuk vjen te topi. Unë harxojnë mijëra euro që vjen në një stadium. Jo, dakord, është prapë është e mirë. Por ama krenaria kush është? Krenaria është adheu, krenaria është kufir, krenaria janë këta dy heronjt e vrarë nga një grup terrorist, nga një akt terrorist i mbështetur nga shteti i Greqisë. Pra, këto shoqatat që organizojnë këto ndeshje futbolli, që shkojnë pas ndeshjeve futbolli, duhet të ishin edhe më të angazhuara në aspektin kombëtar. Pra, të dinë se cilat janë simbolet, cilat janë datat që duhen përkujtuar, se nuk është vetëm rasti i 10 prillit. Ore, Beslidhen e Lezhës, keni parë të shkojë të mblidhen njerëz, pra Beslidhen e Lezhës, gjithë këta që thrasin stadium Mosamir me qenë shqiptar. Po. Baza është kjo Beslidhja e Lezhës me të qenë shqiptar. Po mos ishte Beslidhja e Lezhës, sot nuk do ishim shqiptar. Pra, kur festohet Beslidhja e Lezhës, kur të festohet ajo Beslidhja e Lezhës, që është tu, kjo data që është 2 mars 1424, në background, këtu duhet ishte murë, pra aq sa merr stadiumi 50.000, 60.000 veta, aq duhet ishin atë ditën në Lezhë për të festuar Beslidhjen e Lezhës. Dhe vetëm në atë moment që do shkonim, në atë moment që do shifje grupe njerëzish me autobuza që do përcaktojnë për të vajtur ditën e Beslidhjes në Lezhë, në atë moment politika shqiptare dhe këta politikanët kuslik do dridheshin, do trëmeshin dhe do ja mbasnin vrapit, sepse atë moment do e kuptonin që ata nuk munden më të menaxhojnë këtë popull, nuk munden më t'i mashtrojnë këta njerëz, nuk munden më t'i vjedhin dhe t'i grabisin këta njerëz. Prandaj, adheu nuk është vetëm në stadium. Adheu është kudo ku edhe në këmbën. Adheu është çdo godin që është abandonuar që ata shohin. Adheu është çdo rajon policie i cili është i joni dhe nuk është policia e shtetit, nuk i përket politikës, është policia e shtetit, shteti është i shqiptarëve, është i joni. Çdo kazermë ushtarake është e jona, nuk është e tyre. Çdo lloj gjë që ekziston në këtë vend është e këtij populli. Lumi është i joni, toka është e jona, mali është i joni që ky bën paketën e maleve për t'ia dhënë oligarkëve për të shkataruar. Pra gjitha këto janë vjedhje. Pra në rast se do ta kuptojmë adheun përtej stadiumit dhe përtej festave sportive, atëherë kjo është një hap i mirë në zgjidhjen e gjithë problemit që kemi. Po mirë, për të shtruar një gjë që është një nga elementet kryesore të adheut, me që jemi tek adheut, përveç simbolikave është dhe prona, për çështja e pronës. Dhe ne dim fare mi që ka ndodhur 35 vjet, sepse reforma në drejtësi në vetvete ishte për t'i lodhur shqiptarët që mos kërkonin drejtësi në për gjykata t'i lodhin dhe rruga më nuk i ve fare dhe janë emigrimi, se nuk e gjen të drejtën. Po edhe tani si gjen dot dhe tani pronën. Shko të marrësh një hipotekë, një qëllim për t'i lodhur njerëzit dhe të marrin përmes paketave të maleve të tjera një dorë ngushtë njerëzish rreth militantët e tyre, po ose militantët. Por ka një lëvizje konkrete aktualisht që sot flasim këtë ditë, domethënë që është gjithë grupimet e pronarëve të prekur nga zaptimet e mundshme që po bashkohen, pra jam bisedime me banorët e Rriollit, me banorët e Durrësit, ata të Dukatit, domethënë dhe pritet që shumë shpejt ndodh një kuvend i madh për pronën, domethënë. Sigurisht, ka një grup koordinues një kuvend i tillë dhe madje ka edhe mbroja e pronës nuk flas vetëm pronën private, por edhe pronën publike. Ajo që është plazhet, natyra. Prona publike është më e rëndësishme se prona private. Po, njeriu është i lodhur në mënyrë egoiste pak me pronën e vet, e tjerë, por që
Po, patjetër. Duhet të kalohet kjo gjë dhe të shikohet edhe prona publike që është na përket gjithëve. Ndërkohë që si për mbyllje të këtij emisioni, do doja që të diskutonim pak në lidhje edhe me politikat në zonat tona shqiptare, si në Kosovë, Maqedoni, Maltëzi. Duket sikur politikanët aty po i frynë të njëjtit fyell që i frynë edhe kryeministri jon për mos bashkimin e trojeve. Çfarë po ndodh? Shikojmë që flamuri shqiptar në vend të mbrojë po shkelej nga futbollistët në një ndeshje midis Turqisë dhe Kosovës u shkel na lojtarët tanë, e u hodh kështu sikur që një coplec, ndërkohë që futbollisti turk e mori ja dha. Edhe raste të tjera ku kryeministri i Kosovës nuk e ka mbrojtur flamurin shqiptar apo të drejtën e mos shkeljes në rastet kur ai është shqyer publikisht dhe është në mënyrë demonstrative me video është përdosur. Çfarë po ndodh? Pse po i frynë përçarjes kur Rama dhe Kurti bëjnë sikur zihen me njëri tjetrin dhe po tentohet në një farë mënyrë sikur po del komb tjetër i ri, komb kosovar. Çfarë janë këto? Është e njëjta dorë, pra dora këtu është Serbia dhe Greqia bashkë, cilat vazhdojnë atë i qendrojnë se thash të mbajnë shqiptarët të pabashkuar, pra të ndarën në copza. Dhe duke mbajtur shqiptarët të ndarë në copza, këta si Rama, si Kurti, si ata në Maqedoni, po në Kosovë po e mbështesin më Kurtin, duket sikur është shikoni, atëherë janë militantë dhe ata si punë Ramës, militantistë. Duhet parë në një aspekt tjetër. Aktualisht ata po bëjnë këtë politikë, pra po i ngjajnë njëri tjetrit, janë si dy pika ujë të ngjashme, pra ky ka krijuar një sekt këtu pervers, ai ka krijuar një sekt tjetër ignorant, atje. Pra sekte janë këto që kanë krijuar dhe për të qeverisur në vendet ku janë, pra për të kanë ndarë Shqipërinë në principata. Dhe juve po thoni që po e bashkojnë. Atëherë, në rast se do të shohim në numrin e votuesve, nuk janë shumicë, janë pakicë, sepse shqiptarët kanë zgjedhur të mos angazhohen dhe ky është edhe problemi si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Maqedoni. Shqiptarët zgjedhin të mos angazhohen. Atëherë duhet kemi një parasysh. Njeriu nga natyra është qenie politike. Po. Është qenie që konsumon politik. Ti rrin kafe, konsumon politik, ti rrin shtëpi, konsumon politik. Para 2-3 ditësh. Kjo është edhe gjithë problemi. Pra shqiptarët edhe këtu edhe në Kosovë duhet të kenë një gjë qartë, që kur të vinë zgjedhje duhet të dalim gjithë në zgjedhje. Në rast se ti thua unë nuk dal në zgjedhje se po nuk dakord, nuk ke sistem, po ke dakord jam që ti s'ke sistem zgjedhje. Dakord që ti nuk e kandidat se e zgjedh ai, por ama ka një gjë, se të shqiptarët thonë nuk dal se s'kam kujt ja jap. Shumë bukur. Ama ti dalë në zgjedhje, e ke detyrim kushtetues. Pse e ke detyrim kushtetues? Ti do dalesh në zgjedhje, atë fletën e votimit do ta prishësh, do ta bësh zero. Pra do ta bësh të pavlefshme. Po e numëron për arsye. Jo, nuk e numëron dot. Nuk e numëron dot. Kan votuar, po këtu është kur ti ke në Shqipëri votojnë 3.800.000 numri votuesve. Atëherë. Dhe këta zgjidhen me 1.400.000 vota. Pra 2.400.000 vota ti nuk i futen. Lista po me po shumë bukur, ti je në lista dhe gjithë po këta shqiptarët duhet të gjithë të shkojnë të votojnë. Në rast se ne shkojmë të votojmë, atëherë në rast se ti voton 2 milion, okay, ose 2 milionë e gjysmë. Nga këta 2 milionë e gjysmë votues, 1 milion janë vota të pavlefshme. Janë të pavlefshme këto vota 1 milion. Do me thonë që ka një angazhim politik. Dhe atëherë ai nesër ose është detyruar të ndrojë rrjedhën e tij politike sepse kupton që shqiptari është angazhuar politikisht dhe këto 1 milion që sot ky nuk i mori, do dali dikush nesër dhe do t'i marrë këto 1 milion. Dhe është rrëzuar. Pra është më e rëndësishme të prishet të bëhet kryq. Të prishet të bëhet kryq dhe ti të dalë. Duhet patjetër të dalë, po në rastin që ti nuk voton, ai ta përdor votën. Aty ka nevojë dhe hedh DS. Kurse në rastin që ti e prish ai ta përdor dot votën. Prandaj duhet patjetër ky angazhim politik i popullit. Pra shqiptarët në radhë parë duhet të tregojnë interes, sepse që parandi tha nuk ka njerëz që dalin. Po e vërtet që nuk ka njerëz, po edhe njerëzit nisën nga kjo, kur shqiptarët thonë nuk kanë interes për të votuar. Ku ta marr votën una? Pastaj është një kategori njerëzish që shesin votën për. Ajo është shumë e pakët. Ajo bie në momentin që të gjithë dalin dhe shkojnë të votojnë. Në momentin që të gjithë shkojnë të votojnë dhe e prishin, atëherë ai që e shet votën, ai është 0.01% e asaj sasie që ti e ke prishur votën. Pra ti nuk e shet dhe ti tregon dinjitet. Në momentin që e shet ke mbrojtur dinjitetin tënd, ke mbrojtur kushtetutën dhe ke të drejtë të kërkosh llogari, sepse sot në rast se unë ti s'kemi votuar, unë ti flasim, por nesër mund dalë e thotë zotëri, ti ke votuar, jo s'kam votuar, atë çfarë ke ti? Kurse kur ke votuar, ti jo vetëm që i kërkon, po kur ke votuar ti e kap, nuk e mbaj mend cilin vendishe që i morën edhe i hodhën kosh shpera dhe deputetët. Pra unë kam votuar, unë të hedh kosh shperave. Po. Andi, për çështjen e Butrintit, çfarë do na thosh? Çështja e Butritit nuk është vetëm çështje kulturore, siç kanë dashur ta shesin kushlingët që kemi pushtet, sepse një farë mënyrë shteti përmes Ministrisë Kulturës ka hequr dorë nga menaxhimi i Butrintit, që është siti kulturor më i rëndësishëm arkeologjik i Shqipërisë.
më të rëndësishme në mes dhe duke hequr dorë nga menaxhimi, ka hequr dorë dhe nga sovraniteti territorial i Shqipërisë, sepse ne kemi në rastin e Butrindi ku del një pseudo studiues aty dhe thotë që Butrindi është grek. Domethënë shkulmi, ndërkohë aty kanë qenë kaonet e tjerë, është domethënë shumë më komplekse historia. Kemi një koncesion të një OJF-e që është amerikane, është regjistruar në Amerikë, e cila thotë që shteti shqiptar nuk është në gjendje ta menaxhojë Butrindin. Pra kur thotë Butrindi dhe paqet arkeologjike, pra këtë do ta bëjmë ne. Pra në të gjitha format e ileqare që shteti të heqi dorë nga menaxhimi i trashëgimisë së vet kulturore, dhe kështu po ndodh dhe me amfiteatrin e Durrësit, kështu po ndodh dhe me Kalane e Elbasanit, kështu po ndodh dhe me të gjitha satet arkeologjike kulturore më të rëndësishme, më domethënëse që janë simbolike. Duke hequr këtë pjesë shteti shqiptar përgjithësi për të menaxhuar sajtet e veta kulturore, bie që këto sajte do të i menaxhojnë të huajt. Kjo është gjithë. Dritan, duke marrë shkas në kjo që sapo tha Andi, mos është në një lojë këtu për ndarjen e trojës shqiptare dhe për coptimin e mëtejshëm të trojës shqiptare aty ku po trumpetohet që Shqipëria do bashkohet, do bëhet troje si qishin e tjera, ndërkohë që unë nuk besoj se grekët nuk kanë të drejtë të kërkojnë sitet arkeologjike, por ama nuk kanë të drejtë të vetë quhen grek, sepse në fundit gjithë shtetasit që janë në Greqi, autoktonot, janë po aq shqiptarë se janë dhe ne. Dhe ata jo vetëm që nuk kanë të drejtë të kërkojnë autoktonin e tyre, por vetë quhen grek dashje pa dashje, dhe politikat mos ndoshta janë të tilla që do synojnë të na coptojnë edhe më tepër troje se sa ne kërkojmë të bashkojmë. Ekziston një plan i tillë. Cili plan është? Ekziston një plan për ndarjen e Shqipërisë. Njerëzit mendojnë se ky plan është i vitit 1913, por në kohë plani nuk është i vitit 1913, plani është i 33 viteve më parë. Po. Dhe ata të cilët janë të interesuar të lexojnë për të plan, atëherë duhet ky plan është i shkruar në librin e ish-ministrit të jashtëm Pascal Milos në vitin 2000. Pascal Milo ka bërë një libër thotë Ditari i një diplomati. Dhe në atë libër, diku midis faqeve 250, 260 e diçka, Pascal Milo thotë që në vitin 1999, në anën tetora në nëndor të vitin 1999, më erdhi në zyrë thotë ambasadori anglez. Edhe ambasadori anglez i thotë që në vitin 1993, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë mbledhur në Luksemburg. Dhe atje kanë vendosur në të treshin që Kosova të shkëputet Serbisë dhe Kosova të ketë dalje ndet. Dhe kjo dalje ndet do të jetë në Shëngjin, në Lezhë. Dhe Pascal Milo thotë që atëherë kjo do të bëjë Bashkimin e Shqipërisë, jo thotë. Lezhë do të jepet Kosovës, Lezhë, Puka, Shkodra dhe Kuksi do të jepen Kosovës. Dhe Shqipëria thotë do shkëputet, pra do bëhet një shtet në vete, dhe juve do jeni një shtet në vete, dhe këtë pjesën tjetër thotë teti jugut, shkruan Pascal Milo, thotë do ta marrë Greqia deri në Llogara. Dhe për këtë arsye u krijuan më pas edhe dy komunat minoritare. Pra ishte një komunë minoritare që ishte komuna e Dropullit, dhe më pas u krijua komunë minoritare me shumicë popullat shqiptare, komuna e Finiqit. Dhe aktualisht po shkohet drejt kësaj rrymë për të krijuar në këtë që po bëhet ndarjen e re territoriale që po planifikohet që të prishet komuna e Konispolit. Komuna e Konispolit është totalisht komunë shqiptare çame, pra është komunë çame autoktone shqiptare. Dhe të prishet komuna e Konispolit dhe të ndahet midis Sarandës dhe Finiqit. Dhe kjo bëhet me qëllim që të krijohet një lidhje territoriale e komunave minoritare me shtetin grek. Sepse aktualisht duke mos pasur lidhje territoriale dhe nuk kanë pasur asnjëherë lidhje territoriale minoriteti grek me Greqinë, kjo tregon që këta janë të ardhur në Shqipëri, pra janë muhaxhir në Shqipëri, nuk janë autokton. Dhe në momentin që ti bën një lidhje territoriale, atëherë Greqia do ta përdorë këtë për të thënë që shikon neve jemi autokton sepse kjo është lidhje territoriale e direkte me këtë. Dhe kjo do të çojë në atë ndarjen, dhe për këtë arsye po mundohen me të gjitha forcat e mënyrën që edhe Himarën ta shpallin komunë minoritare, dhe duke shpallur Himarën komunë minoritare, atëherë vim deri në Llogara, sepse Himara vjen deri në Llogara, pra deri në qafë Llogaras. Dhe për këtë arsye po bëjnë edhe çështjen e detit, që detin t'ia japin, detin përballë Himarës, t'ia japin Greqisë. Dhe në rast se deti përballë Himarës i jepet Greqisë, atëherë aty preket kufiri shtetëror i Republikës së Shqipërisë. Pra kemi cënim të integritetit territorial. Marrëveshja e kufive, e cila është bërë në vitin 1124 nga fuqitë e mëdha, në 25-ën Shqipëria atëherë në kohën e Zogut ka firmosur marrëveshjen për njohjen e kufive verior, në atëherë me mbretërinë e Jugosllavisë, dhe në 26-ën ka firmosur edhe njohjen e kufive jugor, por
Greqia asnjëherë nuk e ka miratuar këtë marrëveshje në parlament, kurse neve e kemi miratuar këtë marrëveshje në parlament. Dhe duke qenë se nuk e kanë miratuar dhe kanë akoma ligjin e luftës në gjendje, për këtë arsye mbajnë ligjin e luftës në mënyrë që të mos miratojnë këtë marrëveshje për kufit të vitit 1926. Dhe në momentin që ti do biesh dakord në Hag, që duan bien këta dakord në gjykatën e Hagës që t'i japin det Greqisë dhe Greqia të marrë në këtë det territor nga Republika e Shqipërisë, pra ta cënoj kufirin dhe integritetin territorial të Republikës së Shqipërisë, atëherë i quhet integriteti i cënuar territorial dhe kufitar dhe nuk ka rëndësi është detar apo jo, nesër këtë integritet ta cënoj edhe nga ana toksore. Dhe ky është plani i ndarjes së Republikës së Shqipërisë. Pra, nuk është i 1913-s, është i 1993-shit. Si reagoi ministri që e thot aty në libër që i thash që kjo është e pamundur, i thot më shkruan në libër, kjo është e pamundur, gjë mund të realizohet. Edhe kundërshtova, tha, unë ngrita nga vendi nga ajo, edhe më tha, zoti ministër, i thot ambasadori, unë jam autorizuar t'ju vënë në dieni të kësaj gjëje, nuk kam ardhur t'ju marr mendimin. Po. Prandaj e vetmja gjë e cila i prish planet djallëzore ndaj shuaris së shqiptarëve, sepse jemi te ajo pika ku thoshte Konica, pravim te ajo, Konica e ka shkruar në vitin 1911. Në 1911, jo, në 1908 Konica shkruan që Shqipërinë e krijoi Zoti, e shpëtoi rasia dhe e vran politikanët. Pra kemi ardhur pikërisht në këtë pikë, ku jemi te shitja politike e Shqipërisë. Prandaj, dhe në këtë moment mund ta shpëtoj rasia, por atëherë cila është rasia? Rasia është që neve shqiptarët tashmë duhet të kthehemi retorikës nacionaliste dhe duhet të kthehemi nacionalizmit, pra atë dashurisë kombëtarisë. Duhet të kthehemi patjetër nacionalizmit, qoftë në retorik, qoftë me veprime, me gjithçka, sepse vetëm retorika nacionaliste dhe ultranacionaliste, vetëm një politik nacionaliste dhe ultranacionaliste i pengon këto plane djallëzore dhe të këqija ndaj ndarjes së Republikës së Shqipërisë. Pra, sepse edhe shpopulimi për këtë qëllim po bëhet që të jetë më i lehtë kjo ndarje, sepse s'ka kush kundërshton më nesër. Dhe gjithë dyshimet që kishim qoftë për Kurtin dhe për Ramën, për janë në një lojë. Janë pjesë e kësaj loje. Janë pjesë e kësaj loje. Kurti një siç ju thash, shqiptarët mund ta e vërtetojnë shumë kollaj në këtë libër, pra është libri i Pascal Milos, pra është e shkruar e zeza në të bardhë, nuk është se po flasim teori konspirative. Do të shtoja pak një element me që jemi tek reforma territoriale, që konstitucionalisti Agron Alibali, që është i njohur për publikun përmes shkrimeve të tij, ka hedhur idenë që të rikthimin e rretheve. Pra, një farë mënyrë u zhbën rrethet, por rrethet kishin një të mirë, sepse përfaqësoheshin nga këshilltar. Domethënë nuk merreshin vendime në mënyrë vertikale nga qeveria, siç është prefektura, le të themi, apo qarqi, që s'kan as autonomi financiare, as vendimarrëse, por ishin rrethet të cilët kishin, le të themi, këshilltarët e tyre dhe merreshin vendimet. Pra, u zhbën rrethet dhe çdo gjë u përqendrua te bashkitë që janë të vogla, nuk kanë as kapacitet pastaj. Biles juve që parë përmendet që edhe në reformën që keni propozuar shoqëria civile në reformën zgjedhore që ndahet në 4 qarqe, ndërsa unë jam kundër kësaj, duhet vetëm një vetëm. Një zonë vetëm elektorale, sepse jemi përpara kësaj dhe në rast se ndajmë 4 qarqe do të na krijojnë sërish problemet tona. Një zonë vetëm elektorale duhet të jetë Republika e Shqipërisë. Siç e ka Kosova. Po, një zonë vetëm elektorale, asgjë tjetër. Në rast se jemi një zonë vetëm elektorale, është shumë e thjeshtë çdo gjë. Dhe përveç kësaj duhet edhe të ndryshojë numërimi i votave, sepse edhe numërimi i votave, votat duhet numërohet aty në vend. Po. Në rast se vota numërohen në vend, është mundësia për ta vjedhur është më e pakët. Pra manipulimi është më i pakët, edhe koha e daljes së rezultatit është shumë më shpejt. Po pra, duhet numëruar direkt aty në vend, në kuti, aty ku votohet, aty numërohet. Edhe njerëzit aty ku votohet, aty numërohet. Absolutisht, sepse aty shiko, ne votojmë për klasa shkolle. Dhe në klasë shkolle, edhe vëzhguesish aty brenda, pra ti e ke larg letrën 2 metra, pra ti e shef ç'a ndodh. Kurse këta i bëjnë në për të salë të mëdha, je larg 50 metra, nuk e shef gjë, është atje një tavolinë, pra nxjerr rezultati pas një muaji. Prandaj çdo gjë duhet të shmanget në këtë mënyrë, sa për shkak të shpejtësisë rezultatit edhe për shkak të pengimit të manipulimit, të bëhet aty në vend. Pse në vend? Sepse duke qenë se ti mund t'i kesh mbi 4000 qendra votimi, atëherë ti nuk mund t'i blesh të gjitha. Kurse kur i ke kështu siç i kanë bërë, ata kanë organizuar 1-2 qendra votimi në çdo qendër, në çdo qark. Një drejtor, ti automatikisht i ke kollaj për t'i blerë. Po ti nuk mund t'i blesh, nuk mund t'i korruptosh 4000 qendra. 4000 qendra votimi i thon do të shumëzosh për 7 pjesëtarë për çdo qendër ose për 8 pjesëtarë për çdo qendër, imagjinoni, pra 32000 veta, ti nuk i pagon dot 32000 veta. Pra korrupsioni është i pamundshëm në këtë pikë. Dhe kjo do një debat të madh publik, sepse ka kanë nxitim që ta kalojnë në qeshur.
reformën zgjedhore, më falni, dhe duhet debati publik sa më i madh, përfshihen sa më shumë intelektual, ekspert, patriot në këtë, se është çështje patriotike reforma zgjedhore, nuk është çështje teknike si duan ta shesin këta, sikur çështje ekspertë që merr vetëm me një reformë të caktuar. Jo, ka të bëjë pikërisht me përfaqësimin politik. Ne kishim menduar një emision diku te 45 minuta, por kjo tempo merr një hovë që edhe unë nuk e parashikoja, kështu që mendoj ta zgjasim dhe pak për hir të sqarimit të disa gjërave shumë alarmante që dolën këtu në këtë emision, shumë alarmante. Shqiptarët duhet kuptojnë që është në lojë jo vetëm jeta e tyre, integriteti i tyre, kombëtaria e tyre, por çdo gjë tjetër në të ardhmen. Në lidhje me zhvillimet dhe me ngjarjet, ju thatë që ishte mbretëresha anglise ajo që para 30 vjetësh me ambasadorët e saj vendosën atë ndarje që dhanë atë urdhër dhe nuk e di si po vazhdohet sot, besoj sipas gjitha gjasave vazhdon ajo politikë. Vazhdon ajo politikë. Çfarë thot për ju një emër Roni Efet? Roni Efet. Roni Efet është një... Cili është roli i tij në politikën shqiptare? Është një hebrej izraelito-amerikan, një biznesmen izraelito-amerikan, i cili para vjet NATO e ka shpallur, pra vendet e NATO-s, një pjesë e vendet dhe vetë organizata e NATO-s e ka shpallur si person mashtrues dhe që është marrë me korrupsion në nivelet e larta të NATO-s në Bruksel, kryesisht për të fituar tendera në NATO për çështje armatimi dhe ku është marrë me mashtrime. Aktualisht Roni Efet është miku më i ngushtë i kryeministrit ton Kuislin Ederama dhe është pronari i kompanisë shtetërore, që këta quhen kompania shtetërore e prodhimit të armatimit Kajo, që kanë krijuar. Në fakt Kajo ishte kompani shtetërore dhe në rast se mbani mend shqiptarët kanë parë këto Timaxi. Mbani mend Timaxin ato që dolën të ambulancave Timax. Timaxi ishte një kompani shqiptare, e krijuar me shqiptar që prodhoi edhe autoblindën e parë Shota, në rast se e keni parë. E prodhoi Timaxi. Një grua më duket të ishte. Po, dhe ky Timaxi ju shit Roni Efetit vjet për $490. Oh. $490, pra mos mendoni se s'ka mira më vete. Për $490 ju shit Roni Efetit. Patenta, dhe komplet. Absolutisht. Dhe tashmë pasi e bleu këtë vjet në shtator, e bleu pas një vizite që bëri në zyrën e kryeministrit të Shqipërisë. Bleu këtë dhe ndërtoi Timax Defense, një kompani Timax Defense, dhe pastaj hyri në bashkëpunim me Kajon dhe u ndërtua Rama e paraqet Kajon si kompania shtetërore e armatimit, në rast se keni dëgjuar. Po në realitet nuk është shtetërore për arsye se 80% të aksioneve të kësaj Kajos i ka ky Roni Efeti. 20% ka shteti. Pra nuk mund të quhet kompani shtetërore kur ti ke 20%. Është si rastin e kompanisë ajrore Erbenia, po kjo. Edhe aty kishim shumë, po këtu kemi 20%, aty kishim 45%, po këtu kemi 20%, e kupton? Dhe ky Roni Efeti aktualisht është një person i akuzuar në Kaliforni, Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Florida, Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo Kaliforni, Miami, se ngatrova, se nga që s'kam qenë në Amerikë dhe i ngatroj këto vendet, pra mos ma vini rekt. Dhe është i akuzuar atje për mashtrim me shuma të mëdha, $10 milion. Dhe ka mashtruar atje disa biznesmen në Amerikë. Këta biznesmenë i ka mashtruar duke përdorur kryeministin e Republikës së Shqipërisë. Dhe mashtrimi ka ardhur në këtë mënyrë që atyre është ofruar investime në Shqipëri dhe njëkohësisht ju janë ofruar edhe pasaporta shqiptare. Se edhe Roni Efetit i është dhënë vjet në shtator pasaporta shqiptare nga kryeministri i Shqipërisë. Se që duhet pasaporta shqiptare një personi që ka pasaportë izraelite dhe amerikane, unë nuk e di. Kryeministri ka tagrin apo presidenti për dhënë pasaportë shqiptare? Edhe kryetarët e bashkisë kanë tagrin për dhënë pasaportë shqiptare, se kanë ndryshuar ligjin para 5 viteve. Okej. Po dhe tashmë tashmë kanë paraqitur në kuvend një ligj të ri për dhënien e nënshtësisë shqiptare, pa ditur gjuhën shqipe, edhe pa dhënë provimin e gjuhës shqipe dhe pa plotësuar kushtet që ti duhet të qëndrosh 7 vjet në Shqipëri. Pra e kanë bërë për të gjithë ata që bien nga jashtë, t'ju japin pasaportën shqiptare, pra ta ripopullojnë Shqipërinë me të huaj. Të blejnë pronat, që të blejnë pronat e shqiptarëve. Pikërisht për këtë punë e kanë bërë. Dhe ky Roni Efeti tashmë është në akuzë atje dhe në këtë akuzën që është ngritur është edhe kryeministri i Shqipërisë, sepse është përdorur emri i kryeministrit të Shqipërisë. Dhe ka përgjime që është përdorur emri i kryeministrit të Shqipërisë për këto mashtrimet që janë bërë atje, sepse ky ka vënë kryeministri i Shqipërisë ka qenë personi që garantonte për dhënien e nënshtësive shqiptare dhe që garantonte për këto investimet që këta do të bënin. Parat ju janë marrë biznesmenëve atje, po investimet s'janë bërë në asnjë vend. Po shumë akuza ka Rama, po sikur s'po shohim të sepse ta them përgjigjen sepse tek SPAK-u mungojnë 2 patriotë që ti marrin këta tipat. Kaq është. Me 2 patriotë do mjaftonte që SPAK-u të bënte detyrën e vet adetare.
Të dashur miq, që dikush nga ju në këto momente mund të thotë që këto janë teori konspirative, kjo që sapo thash nuk është konspirative, mund të hyjnë dhe ta shohin në mediat amerikane, është e hapur. Do të them që ky është një rrezik shumë i madh për shkontarizimin dhe për jo vetëm depopullimin, por edhe zhdukjen e shqiptarëve. Jemi në një rrezik efektiv, dashur miq. Nuk është shaka kjo gjë. Nuk është shaka. Megjithatë, si parashikohet e ardhmja Dritan? Çfarë do të bëjnë shqiptarët? Shikon, ne nuk e parashikojmë dot të ardhmen. Do kisha dashur ta kishim pasur atë mundësi për të parashikuar të ardhmen, por neve varet nga veprimet e çdo absolutisht. Varet nga çdo gjë varet nga neve. Pra në rast se do duam ta kemi Shqipërinë, këtë Shqipëri që është sot, atëherë neve duhet të angazhohemi politikisht që të vota, pra të dalim të votojmë, të marrim pjesë masivisht në votim. Edhe pse jemi dakord. Edhe pse si dakord me asnjë kandidat. Ti e bën e prish atë. Nëse s'të pëlqen e prish edhe e bën kryq, por ama është angazhim politik. Dhe në momentin që ke këtë angazhim politik, atëherë çdo kush nga shoqëria civile, siç është Andi dhe shumë tjerë, mund të dalin dhe këtë vot pastaj ta kanalizojnë atë që duhet, sepse ti ke treguar, pra kur ti si popull tregon angazhim politik, atëherë pra të tregojmë angazhim politik dhe angazhim patriotik. Këto janë dy gjëra që neve shqiptarët duhet të tregojmë. Patriotizëm dhe politika. Të linin shqiptarët një javë punët e tyre dhe të merreshin me punët e kombit dhe punët themelore të ekzistencës së tyre në këtë komb, qoftë në diaspora, qoftë brenda, ku të kërkonin përpara kryeministrisë një protestë masive, një qeveri tranzitore. Unë nuk mendoj që kjo zgjidhje, nuk mendoj që këtu kemi një zgjidhje me anë të kësaj proteste masive, sepse ja erdhën një javë, ai rezistoi një javë, nuk e ndaj prap. Por qëse nuk tregon një veprimtari politike dhe konsistencë, ti nuk mund ta bësh. Pra nuk mund ti mund i bësh thirrje shqiptarëve sot edhe hajde u mblodhëm atje 1 milion shqiptar. Protestuam sot nesër ikëm mbaroi, aq një ditë ai reziston. Pra do konsistencë që ti të tregosh veprim. Zgjatet po është e pamundur që ta zgjasësh ashtu sepse shqiptarët kanë hallë, njerëzit kanë hallë, edhe ata që janë jashtë. Po halli më i madh është të vjetosh si shqiptar. Por ama munden të sakrifikojnë një herë në vit, sepse ne kemi zgjedhë një herë në 4 vjet. Po pra. Dhe shqiptarët duhet të sakrifikojnë, sidomos ata që jetojnë në Evropë. 50 euro, 100 euro duhet të sakrifikojnë. 100 euro për 4 vjet. Që të hypin autobuzave dhe të marrin autobuz edhe të vinë vetëm për të votuar. Kudo që janë të vinë vetëm për të votuar. Një herë në vit. 2 vjet, se ke dhe zgjedhje lokale. Një herë në 2 vjet. Pra 200 euro, 200 euro, pra 100 euro në 2 vjet duhet të harxojnë. Kaq, sepse po u bën bash 50 veta marrin një autobuz nga 100 euro, 5.000 euro vjen autobuzi i bjen dhe i çon mbrapsh. Pra vetëm këtë të vinë dhe të votojnë edhe të ikin. Vetëm këtë duhet bëjnë shqiptarët. Ka që sakrifica e tyre, 100 euro në 2 vjet. Në rast se janë të gatshëm të sakrifikojnë 100 euro në 2 vjet, atëherë ata kanë shpëtuar familjen e tyre, kanë shpëtuar vendin dhe të ardhmen e kësaj Shqipërie. Pra shumë e rëndësishme. Andi? Po, ndryshimi secili prej nesh dhe bën, po të paktën në kohët e sotme që flasim mjetet e komunikimit masive bëjnë atë që të shpërndarë në mënyrë kapilare informacioni, jo si më parë përmes gazetës. Domethënë dhe këtë ndërgjegjësimi ditë pas dite bën që të arrijë një moment kritik të historisë ku të ndërgjegjësohet gjithë kombi, gjithë populli shqiptar, të vi zgjidhja o përmes votës o përmes formave të ndryshme. Megjithatë, unë nuk mbetem, nuk hyj tek pesimistët, i qëndroj me teorinë e shiut gjithmonë janë, çdo ditë pik derisa të gryhet ajo dhe duke qenë se për te tuneli do ketë dritë. Po, duke qenë se shumë shqiptar janë pro-amerikan, pro-francez, pro-anglez, pro-grek, pro-turq, ku diun se çfarë, unë një vërejtje do kisha para se të ishit pro-X më në fillim, njerëz bëhuni pro-shqiptar. Mbroni veten tuaj, kombin tuaj, pastaj vazhdoni dhe me të tjerat që keni dëshirë, unë nuk jam kundër asnjërit prej shteteve që ju zgjidhni. Por nëse nuk jeni shqiptar, ju nuk mund të jeni pro asnjë shteti tjetër, sado i fuqishëm apo kushdo qoftë ai. Mirë, nuk mund ngeli tjetër veçse t'ju falenderoj dashur miq që ishit pjesë e këtij paneli. Ishin disa informacione që shqiptarët ndoshta e dinë, po në mënyrën se si ne i përcollëm, mendoj se është një mënyrë që për t'u treguar jo një lloj alarmi, por një lloj shqetësimi të brendshëm, pasi ne kemi mbjetuar për mira vjet si shqiptar dhe pa pritur një ditë të bukur brenda 2-3 vjetësh çdo gjë përmbyset dhe shëmbet domethënë një kulturë e madhe që kemi trashëguar, shëmbet një botë të shqiptare dhe unë nuk besoj me aq sa di, me aq sa kam lexuar që kjo botë rezistoi pa kulturën dhe pa gjuhën shqipe, pa shqiptarët, nuk e di se si do të mbijetonte. Çdo gjë mund të ishte kaotike, por që shpresoj shqiptarët të zgjohen, shpresoj që shqiptarët të kuptojnë se çfarë po ndodh me veten e tyre, jo vetëm me trojet dhe me shtëpitë e tyre.
Kështu që ju falenderoj që ishit pjesë e këtij paneli. Ishte kënaqësi, faleminderit. Zotërit tan. Këtu do ndajmë dashur miq, ju uroj një mbrëmje të këndshme, do të shikojmë përsëri në emisionet e radhës. Deri atëherë, kalofshi mirë dhe mirëpafshim.